10 organizata të shoqërisë civile kanë dalë me një deklaratë të përbashkët ku kanë shprehur shqetësimin mbi vendimin e sotëm të Kuvendit për të rrëzuar kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Organizatat e shoqërisë civile e cilësuan çështjen Balluku si një test për funksionimin e institucioneve demokratike, për zbatimin e parimit të barazisë para ligjit dhe për besueshmërinë e reformës në drejtësi. Po ashtu në deklaratën e përbashkët, organizatat e shoqërisë civile theksojnë se imuniteti parlamentar nuk mund dhe nuk duhet të shërbejë si mburoj ndaj zbatimit të masave të sigurisë në kuadër të një procesi penal. Në këtë kontekst, organizatat e shoqërisë civile theksojnë se imuniteti parlamentar nuk mund dhe nuk duhet të shërbejë si mburoj ndaj zbatimit të masave të sigurisë në kuadër të një procesi penal. Ai është konceptuar për të garantuar lirinë e fjalës dhe votës së deputetit, e jo për të penguar organet e drejtësisë për një hetim të plotë, të gjithanshëm dhe efikas të dyshimeve të lidhura me kryerjen e veprave penale. Parimi i barazisë para ligjit kërkon që çdo zyrtar publik, pavarësisht funksionit politik, të jetë i hapur ndaj verifikimit të drejtësisë, thuhet në deklaratën e organizatave. Duke theksuar se lufta kundër korrupsionit është një kusht për antarësimin e Shqipërisë në BE, organizatat e shoqërisë civile kanë kërkuar që drejtësia të vijojë punën e vet, e pa ndikuar nga presionet politike.